Sot kum vendos mi bo 3 kombinime shumë bukura me kit super jaknen. E ka modelin e një këmishe, po është jakne. Material lëkur, është pakësi e vizlueshme, edhe rën tepër bukur në trup, kështu që i kam disa kombinime shumë bukura. Kjo jaknja ose kjo setra, çdo që i thoni, është e kësaj firmës këtu, besoj që po monimi po. Këto komplet te Galeria Kaufhof. Vazhdojmë me kombinimin e parë. Kom vendos mi vesh këtë bluzën, që është kështu si tentene, ku kam rapsht. Doket kështu. Këto e kam shumë mate, masi është në trend kjo bluza kështu si tentene, tash ta veshim me këtë jaknen, edhe di që kam ndajt shumë bukur. Kështu që po, kjo bluza, vendosa mi vesh me këto pantollat e zi të lëkurës. Fillojmë me kombinimin e parë. Kështu doket ky kombinimi i parë, shumë i bukur, sidomos këto pantollat e lëkurës përshkojnë shumë bukur me këtë jaknen. Edhe çizmet të ngjyra përshkojnë shumë, u dal një kombinim tepër i bukur. Gjithashtu edhe bluza shumë e bukur. Është një kombinim që mundesh edhe për gjatë ditës ose për gjatë natës. Aksesori ku mbanu këto vodh, për syza tash përshkoj për këto, çon tash pi marr këto. Ky është përfundimi i kombinimit të parë. Vazhdoj me kombinimin e dytë. Kom vendos mi vesh këtë këmishe. Besoj që e keni pa në një video që kom vesh. Edhe kom vendos sot mi bo një tjetër kombinim me këto. Kom vendos mi vesh me këto pantollat e bardh, që i kumblet të HM-ja. Gjithashtu du mja vendos edhe disa aksesor. Kështu që për një sekund ju tregoj se ç'është doket ky kombinimi tjetër. Ky është outfiti i dytë. T'ju tregoj mas pari se ç'është doket kjo këmisha me këto pantollat. Shumë bukur. Këto rruzat përrejnë tepër bukur. Po ashtu edhe both me rruza. Tak që jun që shpërrejnë me jakne. Kështu do këtë outfiti me këtë jaknen, tepër bukur. Me çdo veshje përrejnë bukur edhe përkombinohet shumë lehtë. Pivanoj edhe çto syza. Ngjyra besoj përshtatet shumë me këtë veshje. Gjithë qysh i kisha vanu këto syza, që për më pëlqej shumë. Kështu që yes. Ky është përfundimi. Shkoj me kombinimin e tretë, pjullo surprise, këqërni se shka kom vendos me vesh. Ky është kombinimi jam i tretë, për më pëlqen kështu shumë. Këtë jaknen e kom shti pakës kështu për fundu i pantollave. I kom vesh me këto farmerkat, përrin edhe kështu shumë bukur, shumë stil. Syza vendosa mi vanu këto të kaltërzat, përshkojnë shumë me këto gjinset. Qonë për marrë këto për përkusisht. Ky është përfundimi i kombinimit tretë. Shpresoj shumë që ju kanë pëlqyer kombinimet e mia. Tregomni cila ju ka pëlqyer më shumë, i pari, i dyti apo i treti, e na shihemi herën tjetër me kombinime tjera. Ton ton.